Personalitetet që me punën, talentin dhe përkushtimin e tyre frymëzojnë brezat të ndonse dhe në moshën e re që janë. Është kënaqësi e veçantë dhe privilegj që ta ftoj në skenë për ndaj historinë e saj. Klea Vuta. Nëse do ta mbaja për vete gjithë atë që kisha mësuar gjithë këto vite, do të ishte thjesht një karrierë personale. E nëse do ta shpërndaja, do të ishte mision, edhe ky është misioni im dhe këtu fillon dhe rrugtimi im. Jam pjesë e një filozofie të vetme ku në fokus është rritja e shëndetshme e fëmijëve përmes artit, natyrës dhe edukimit modern. Rezultatet janë rritur çdo vit, më shumë fëmijë, më shumë familje që rikthehen, më shumë projekte që po bëhen realitet, por sinqerisht nuk janë numrat ato që më tregojnë suksesin, por janë sytë e prindërve që kur na shohin, na thonë fëmia im është më i sigurt dhe ka më shumë investime. Kjo industri ka nevojë urgjente për ndërhyrje, ka nevojë për strukturim, ka nevojë për profesionalizëm, për siguri, ka nevojë për etik dhe ka nevojë për përgjegjësi të standardizuar. Dhe është koha që dikush ta bëjë këtë në Shqipëri. I'm doing that. Shënjeta jon tashmë ka filluar të shkojë edhe për te kufime, jo për të larguar nga Shqipëria, por për të treguar gjithë botës që modeli ynë i lindur këtu mund të funksionojë kudo. Sepse kur rritet një fëmijë, rritet një familje dhe kur rritet një familje, rritet i gjithë vendi.